Vdes nëna e Midës, lajmin e ndon Lulja me fotoprekse. Një lajm i dhimbshëm ka trënditur sot familjen Përgjigjaj. Nëna e këngëtarit të njohur të muzikës popullore Meda, zonja Remzie Maliqi Përgjigjaj, është ndarë nga jeta me 14 maj 2025 në moshën 69 vjeçare. Lajmin e ka dhënë fillimisht bashkëshortja e këngëtarit Luljeta Përgjigjaj përmes një fotografie tepërprekse të publikuar në rrjetet sociale. Ajo shihet e shtrirë pranë vjehrës së ndjerë, duke i mbajtur dorën me lot në sy, ndërsa shkruan: "Shpirti yt në lulet e xhenetit vjehra jam", duke e shoqëruar postimin me një emoji lutjeje dhe pikëllimi. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.